I nderuar Zoti President, i nderuar Zoti Kryeministër, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar pjesëmarrës. Më lejoni që në këtë rast të veçantë dhe natyrisht emocionues të them disa fjalë. Është një nder i veçantë kur institucionet tona na nderojnë dhe vlerësojnë për punën që kemi bërë. Dhe natyrisht, pas një punë dhe sakrifikuese të mundimshme gjatë viteve, kjo mirënjohje është një mirënjohje që vjen prej shtetit tamë dhe është respekti dhe nderi më i madh. Por përveç kësaj, kam një thirrje të gjithë kolegët e mi, të cilët kam punuar dhe punojnë ndër vite. Të punojmë dhe të veprojmë bashkërisht në shërbim të gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar. Të punojmë në përhapjen e dritës së diturisë në gjuhën shqipe kudo ku jemi dhe veprojmë, sepse vetëm në këtë mënyrë i bëjmë nder vetës dhe dheut që i takojnë. Por mbi të gjitha, të marrim edhe shembull nga historia jonë kombëtare, të marrim shembull nga vëllezërit arbëresh, të cilët edhe pse u larguan para 5 shekujve, në vazhdimsi kanë punuar dhe vepruar për të ruajtur gjuhën dhe kulturën kombëtare. Në këtë mënyrë, duke ruajtur identitetin kombëtar dhe duke punuar për ditë për ta, do t'i shërbejmë më shumë më dheut dhe të ndenderojmë edhe më shumë veten. Falenderoj në këtë rast të gjithë kolegët të cilët kanë punuar ndër vite, nxënësit, prindërit dhe të gjithë ata që na kanë mbështetur në misionin tonë të shenjtë. Dhe mbi të gjitha, faleminderit Zoti Kryeministër për vlerësimin tuaj.